Duke ditur që ju në klinikën tuaj keni një gamë të madhe shërbimesh, cilat janë ato që do veçoje më së shumti? Ne në fakt këtë klinikë kemi nisur me klinikën rehabilituese, që do të thotë me fizioterapinë dhe çdo lloj rehabilitimi fizik. Është bërë një investim jo vetëm në infrastrukturë, ku janë të gjitha llojet e pajisjeve europiane, duke filluar nga Human Tekari, nga lazeri, nga kryo ultratingulli, ai që është në hematoma të forta, bëhet ftoja e fortë për të parandaluar dhe për të stopuar një hematom që ka ndodhur, dhe shumë pajisje të tjera, dhe një palestër cila është e gjitha në funksion të atij momenti që pasi është drejtuar dëmtimi i një sportisti apo dhe një personi të zakonshëm që nuk merret me sport, është momenti që ti duhet të dalësh në fushë. Por para se të dalësh në fushë, ato ushtrime paraprakisht i bën në klinik, në palestrën tonë, në mënyrë që në fushë mos kemi një surprizë, në një rikthim dëmtimi apo diçka tjetër.